Europata. Të shkoj apo të mos shkoj. Pse të mos shkoj? Por nga ana tjetër, edhe kërcënimi ishte brenda. Sepse lekt mila dhe shkurja mendoja çfarë pasojash mund të ketë. Dhe si përfundim nuk shkova. Ky njeri i ndershëm, të themi atë që është tam apo jo, njeri gjys. Ne ishte. Dhe ky është efekti më minimalt. Se efektet tjera janë dhe më mizore. Se kërcënimet tjera janë më mizore. Dhe Edi Rama, përfitues kryesor i karteleve famzeza shqiptare të drogës, për të fituar mandatën e 4, ndërmori të njëjtat masa, madje në disa aspekte edhe më të egra se sa Maduro i Venezuelës. Arrestoi në vit elektoral lider të opozitës, të partive kryesore opozitare dhe i buri ndjekje penale. Me parat veta apo drogës, organizoi 4.553 aktivitete në 4 muajt e ndaluar me ligj për aktivitetet që të mos ndikohet tek votuesit. Dhuroi çdo pensionisti 100 euro. Fali gjoba dhe kamata 10 vitesh, a e morët vesh miq sa ishin ato? Gjatë gjithë kom 3 muaj që them 200 milion, jo ato, tani që janë bërë llogarit, ka rezultuar 8 herë më shumë. Ka rezultuar 1 miliard e 700 milion euro. Nga të cilat vetëm ato të biznesit kanë përfituar 210.000 familje. Familje. Përdori dhe këto i shpalli, këte shpalli 2 ditë para zgjedhjeve. Nërsa në ato 4.500 aktivitetet, ditën e zgjedhjeve 7 milion euro Giro d'Italia. Për të mirësuar ftyrën e urryer të diktatorit, të narkodiktatorit, për t'i bërë makjazh. Shnoi administratën polici politike të votës. Shpërndau licenca, droge, legalizime, leje, që të gjitha. Pse po ndalem në këtë moment? Po ndalem në këtë moment sepse unë e kuptoj që shumë nga ju kur këtu, po dhe ata që na shohin, duke ditë të gjitha këto, mund të shtrojnë pyetjen, po këta, pse mblidhen për reformën zgjedhore? Sepse njerëzit e kanë qartë që zgjedhjet nuk i fitoj nga ligji Edi Rama. Zgjedhjet Edi Rama i fitoj nga droga, i fitoj nga kartelet e drogës dhe të krimit, i fitoj duke përdorur të gjitha resurset e shtetit kundër partisë, një lloj si në parti shtet. I fitoj duke friksuar tremur zgjedhësit. Ju keni dëgjuar se ky raport i OSBE Odirit, i cili
në fakt i shpall zgjedhjet partisë shtet dhe ka një vërtetësi të padiskutueshme. Për të nëshuar këtë raport u bën përpjekjet më të jashtëzakonshme. Edi Rama thiri në zyrë dhe kërcënoi si bandit diplomatin që kryesonte ekipin e vëzhguesve. Igli Hasani thiri në zyrë kreun tjetër të vëzhguesve bashkë me vëzhgues të u thau heqim. Ku i keni këto të dhëna? Ku i argumentoni ju? Ku i bazoni ju këto? Që keni shkruar? Po ju njoh me këto se gjerë në shkallë këta narkoqeveritar janë të gatshëm të kërcënojnë dhe faktorin ndërkombëtar. Natyrisht kërcënimet e tyre me gjithë përpjekjet jashtëzakonshme që bën u shumëzuan me zero. Ai zotëri nderoi institucionin që përfaqësonte, nderoi veten e tij, një zyrtar i përgjegjshëm i dobishëm për me gjithë funksionet që ka kryer. Raporti doli ky që është, të cilin përsëri propaganda përpiqet ta sfumoj, përpiqet ta injoroj. Por ajo është i pamohshëm. Duke thënë këto, atër pse jemi mbledhur ne? Se është normale. Ne nuk jemi mbledhur se rezultatin e zgjedhjeve e diktoi ligji, e diktoi kodi elektoral. Jo. Rezultatin e zgjedhjeve e diktoi droga, krimi, e diktoi partia shtet. Por, përsëri, këto institucione, të cilat janë institucionet e besimit të mirë në vëzhgimin e zgjedhjeve, në të gjitha vëzhgimet nga 2019 gjeri sot, kam dhënë një seri rekomandimesh. Për përmirësimin e kuadrit ligjor të zgjedhjeve. Atëherë, ne jemi këtu pikërisht për ato rekomandime, për t'u qëndruar luajal, sepse ata qëndruan të vërtet, nuk u ndikuan, u thanë shqiptarëve të vërtetën, ne i konsiderojmë rekomandimet e tyre të dobishme për procesin zgjedhor. Më konkretisht, nga viti 91 gjeri sot, Shqipëria ka patur sisteme të ndryshme për zgjedhjen e deputetëve nga mazhoritar tek pseudo-proporcional dhe pseudo-mazhoritar, sfundi rajonal. Natyrisht nuk mund të them që Partia Demokratike nuk ka patur rol kryesor në këto përcaktime së bashku me Partinë Socialiste që kanë qenë dy forcat politike kryesore. Por në këtë situatë unë do t'u garantoj për vullnetin e plotë të Partisë Demokratike të përcaktojmë